Këtu në Tiranë, unë gjithnjë kur më thonë, ore dash 100 quni ju Tiranës, se këtu e 40 vjetë për para. Unë i thash, ato që kanë po gjimnasë në Tiranë. Pa. Që do me thonë qerrit. Pse Tirana ka qynë kodë zogut, jo qynë kodë zogut, që për para, që kur edhe në Dibranët, që është si në i farë mënyre, qyteti i parë dhe nështë i vetëmi, ka metë në këtë lojë, që është kozmopolit, që do thotë ka në ardhë nga gjithë palët. Nga gjithë palët. Dibranët para, pasaj në kodë zogut, në punësit e zogut, që janë shkrimet pasaj për efektet biznesit me mirë atjerë, pasaj mas 24 për efektet e luftës, po thuj se gjysma i qytetit në i farë mënyrë u rinovu, pasaj mas 90 se gjithë këto. Dhe me thënë, Tirana e ka mrend gjithë, me thënë drejtën. Edhe unë i konsideroj ato që kam pas gjimnazë unë, vetë, po të shohë Tiranës një 3-4 vete ishim ne, shumë mirë që janë, por ato kanë leje, janë rritë këtë qytet. Pa, edhe unë me origjinën Katropoja, pa leje rritë Tiranë. Prandaj po them, kjo është Tirana jonë. Është një produkt, me thënë drejtën, pak special, që tjerët e shohë me xhelozi, harrojnë që këtu kanë një pjesë vetëm, të gjithë komunitetet. Është një produkt special, pse është produkt special? Se ta thash, është i vetmi qytet kozmopolit. Një, është dhe i vetmi qytet që nuk e njeh këtë fjalën Jabanxhi. Por që me shku në një qytet tjetër ti hala thonë, ora goca Jabanxhiut, po kush u martu dia është goca aty Jabanxhiut. Ka met kjo, se Jabanxhi ishte i ardhur që i cili mirë apo keq mund të ishte burri më i mirë në qytet, po ishte gjithsesi Jabanxhiu. Këtë fjalë ky qytet e ka përcyp, e ka blujt, edhe në farme edhe ka prodhuar këtë produkt. Uroj që do kemi fuqin, si të thush, që edhe nga ana sociale, gjithë këtë ardhjen e re që ka, edhe ka fillu me do, si fenomen, ta përtypet e kuptot të bëhet një komunitet homogen i cili sigurisht i shef pak më largë, është më liberal, edhe numrat bëjnë diferencë.